Në këtë edicion do të ndiqni Një ditë pas formimit të kuvendit dhe votimit të qeverisë kurti 3, pritshmëritë e qytetarëve për mandatin e ri qeverisës janë të mëdha. Mbeturina të shumta në disa pjesë të lumenjve në Gjakov. Ura në fshatin Osek Pash vazhdon të jetë në gjendje as pak të mirë. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Për gjendjen teje të rënduar të lumenjve nga mbeturinat kemi raportuar në vazhdimsi. Gjendje e tillë ishte edhe sot në disa lokacione që ekipi ynë i vizitoi. Mbeturinat e hedhura vend e pa vend tashmë janë bërë një dukuri e zakonshme në vendin tonë. Megjithatë, më të prekurit nga kjo problematikë mbeten lumenjt. Dy lumenjt, Krena dhe Erniku, në pikën ku bashkohen janë kapluar nga mbeturinat të ndryshme. Lumi Krena në afërsi të rrugës Bujaroka duket më shumë si një grumbull mbeturinash sesa si një lum, duke humbur pamjen dhe funksionin e tij natyror. Po ashtu dhe pjesë të tjera të lumit Ernik janë rrëshuar nga një numër i madh mbeturinash. Kjo situatë është e rrezikshme për cilësinë e ujit dhe përbën kërcënim serioz për mjedisin në përgjithësi në komunën e Gjakovës. Përveç ndotjes së ambientit, kjo gjendje ndikon negativisht edhe në shëndetin e qytetarëve dhe në ekosistemin e zonës. Pamje ngjashme është edhe në urën në fshatin Osek Pash. Këto pamjet që po i ndiqni tani janë të ngjashme me shumë të tjera që në vazhdimsi na dërgojnë banorët e kalimtarët e zonës. Përveç mbeturinave, raportohet se edhe gjendja e urës nuk është as pak e mirë. Aty një numër i konsiderueshëm i drasave është dëmtuar dukshëm, duke bërë që kalimi aty të kryhet me shumë vështirësi. Gjendja as pak e mirë është edhe në disa parqe e këndelojrash për fëmijë. Në vazhdim ndjekim gjendje në disa prej tyre, të cilat ekipi ynë i vështroi gjatë ditës së sotme. Disa prej këndeve të lojrave për fëmijë në qytet nuk janë në gjendje të mirë dhe kanë nevojë për mirëmbajtje. Parku Ilmarina, i njohur ndryshe si lokacionit e banesat e bazarit në bllokun e ri, paraqitet në gjendjen më të rënduar. Shumica lodrave dhe pajisjeve për fëmijë janë të dëmtuara duke vështirësuar shfrytëzimin e tyre dhe duke paraqitur rrezik potencial për më të vegjëlit. Edhe këndi i lojrave te sheshi Xhubleta ka disa dëmtime, ku më të dukshme janë ato për rreth hapësirës së parkut, si dhe ulëset, disa prej të cilave janë të dëmtuara. Ndërkaq këndi i lojrave në Çabrat ka dëmtime më të vogla, kryesisht në shporta, por në përgjithësi gjendja paraqitet më e mirë krahasuar me dy lokacionet e tjera. Banorët e cilët nuk pranuan të flasin para kamerës shprehen se përveç mungesës së mirëmbajtjes institucionale, shpeshherë mungon edhe kujdesi i dur nga vetë fëmijët dhe prindërit për ruajtjen e hapësirave publike. Një ditë pas formimit të kuvendit dhe votimit të qeverisë kurti 3, pritshmëritë e qytetarëve për mandatin e ri qeverisës janë të mëdha. Nga disa persona që intervistuam u theksua nevoja për vazhdimin e reformave dhe përmirësimin e kushteve të jetesës. Një ditë pas formimit të kuvendit dhe votimit të qeverisë kurti 3, pritshmëritë e qytetarëve për mandatin e ri qeverisës janë të mëdha. Ekipi ynë ka qëndruar sot në terren ku qytetarët kanë shprehur shpresat dhe kërkesat e tyre ndaj ekzekutivit të ri, duke theksuar nevojën për vazhdimin e reformave dhe përmirësimin e kushteve të jetesës. Njëri nga qytetarët u shpreh optimist për këtë mandat, duke thënë se beson në këtë qeveri, pasi sipas saj është punuar shumë për shtesat më të ulta të shoqërisë. Unë personalisht edhe shpresoj dhe kam besim shumë në qeverinë e re. M'duket që ka punu shumë mirë, sidomos për shtresat e ulta, për fëmijët, për ndihmat me social, për çdo gjë, m'duket që ka punu shumë mirë, pres shumë më shumë. Ndërsa një qytetar tjetër tha se formimi i institucioneve pas një kohe të gjatë është një zhvillim pozitiv, por shtoi se në ekspozen e kryeministrit munguan tema të rëndësishme, si sigurimi shëndetësor dhe ndryshimet kushtetuese. Ditë që vitin e kaluar shka ndodhi, kjo ke mrekulli.
që u kry shumë shpejt e pa kur faransi, po shka pres për të në pres, që gjdo san e cilë kanë përmtu në të ashtinin jetë. Edhe kretat planin që e tregoj 4 vjeqar që do të abon qeveria tash në mandatin e tretë, 2 sene nuk i ndëgjova. E para ke sigurimi shëndetësor. Ministrisë nuk e përmandën. Marsene edhe dyta që nuk u përmand, ndryshimi kushtetutës, e cila aty është bëhet fjallë për presidentin ose presidentin, që mos gjedh me votat këtyne deputetën në parlament, po mos gjedh me onë sovranit, dhe më thonë me votat e poplit. Se këtë shtetet që i kemi në për rreth, në Ballkanin Perëndimor, e kanë qëto, e zgjedhin kryetarin nga mes më pas probleme suke që ndodhen, e tash është ç'a do të bëjmë, a do t'i kem votat, po ma mërmene që po, se kanë presion, se 1 vjet ne kemi hup shumë. Edhe tash me po më ndodhe që ajo, e mu ma mërmene që edhe presidenti do. Po në talmen me bo ligjin, e me ndryshu që në zgjedhet më anë votës poplit. Qeveria Kurti 3 nis mandatin mes pritshmërive të larta qytetare, ndërsa mbetet të shihet se sa shpejt këto pritje do të përkthehen në veprime konkrete. Gjykata speciale e Hagës mbajti sot ditën e 4 të fazës përfundimtare të procesit më të madh gjyqësor në Hagë për akuzat ndaj 4 ish-krerëve të UÇK-s. Sot avokati i Kadri Veselit Rodney Dixon ka vijuar fjalën përfundimtare. Dixon në fjalën e tij është shprehur se Kadri Veseli është tërësisht i pafajshëm dhe se i njëjti nuk është i përfshirë në asnjërin prej aktakuzave me të cilat e ngarkon ZPS-ja. Gjykata speciale e Hagës mbajti sot ditën e 4 të fazës përfundimtare të procesit më të madh gjyqësor në Hagë për akuzat ndaj 4 ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçin, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli e Recep Selimi, të cilët po mbahen në Hagë që nga nëntori i vitit 2020. Ndërkaq pas ditës së djeshme dhe fjalës së mbrojtjes së ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, sot në gjykatën speciale në Hagë, avokati i Kadri Veselit Rodney Dixon ka vijuar fjalën përfundimtare. Dixon në fjalën e tij është shprehur se Kadri Veseli është tërësisht i pafajshëm dhe se i njëjti nuk është i përfshirë në asnjërin prej aktakuzave me të cilat e ngarkon ZPS-ja. Tutje avokati Dixon është shprehur se Veseli meriton gjykim të drejtë dhe të duhur. Ai duhet të lirohet dhe të shpallet i pafajshëm për të gjitha akuzat, ndryshe do të ishte një padrejtësi e madhe. Kujtojmë se në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, nga dita e hënë kanë nisur deklaratat përmbyllëse të palëve në procesin më të madh gjyqësor që po zhvillohet atje. Këto deklarata kanë filluar nga zyra e prokurorit të specializuar, ku krye prokurorja Kimberly West ka kërkuar dënime 45 vjet burg për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakub Krasniqin. Kjo është për ZPS-n, faqja 283. Për vjetori pavarësisë së Kosovës, disa alpinistë do t'i gjejnë në majën e Gjeravicës. Ata thanë se kanë zgjedhur këtë mënyrë të veçantë për të festuar 18 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës. Në prag të 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, alpinistët kosovar po përgatiten për ngjitje tradicionale në majën e Gjeravicës, e cila do të realizohet me 15 shkurt. Alpinisti Agim Idrizi thot se kjo ngjitje tashmë është bërë traditë, ndërsa realizimi i saj në prag të festës së pavarësisë i jep një domethënie të veçantë, duke e lidhur aktivitetin sportiv me shënimin e një prej datave më të rëndësishme për vendin. Aktivitetin në radhës besoj se do ta bëjmë ditën e diell me datë 15, 2 ditë përpara, për shkak të punës që kanë shok, do ta bëjmë majën e Gjeravicës, majën më të bukur të Kosovës. Majën e dytë më të njohur treva shqiptare pas Izersës, e cila ka një lartësi mbi ditare prej 2656 metrave, është mbuluar me borë dhe besoj që ka mbi 2 metra borë. Kështu që inshallah kem fat edhe kryejm për 18 vjetorin e pavarësisë Kosovës. Është bjeshka e festave. Alpinisti Idrizi shprehet se është kënaqësi që këtë përvjetor ta shënojnë nga maja më e lartë e Kosovës.
Gjravicën bojmë edhe zakonisht kështu, mirë po knasinë e madhe ka ta bëjmë për festën e pavarësisë të Kosovës. Do të thonë 18 vjetorin e pavarësisë të Kosovës. Është ditë e shenjtë, është dita më e rëndësishme e kombit. Përgjithësi, sidomos neve shqiptarëve të Kosovës dhe shtetit të Kosovës, Republikës Kosovës. Kështu, përmes këtij aktiviteti simbolik, 18 vjetori i pavarësisë pritet të festohet ndryshe nga lartësitë e Gjravicës. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka njoftuar se ka vendosur ndalimin e përkohshëm të importit të gjitha llojeve të formulës për foshnjë Aptamel. Paraprakisht ky vendim ishte marrë për disa seri të produktit, ndërsa tashmë të gjitha llojet e tij janë ndaluar të importohen. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka vendosur ndalimin e përkohshëm të importit të gjitha llojeve të formulës për foshnjë Aptamel pas njoftimeve nga sistemi i alarmit të shpejtë për ushqim dhe ushqim për kafsh RAS. Mbi praninë e mundshme të toksinës cereulide, një substancë që mund të paraqesë rrezik për shëndetin. AUV njofton se produktet që kanë hyrë më herët në treg janë ndërmarrë masa të menjëhershme parandaluese, përfshirë tërheqjen nga qarkullimi dhe kontrollet të vazhdueshme në terren për verifikimin e plotë të tyre. Vendimi ka hyrë në fuqi më 11 shkurt 2026 dhe zbatohet në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës, me qëllim mbrojtjen maksimale të shëndetit të foshnjeve dhe konsumatorëve. Ndërsa televizioni Syri ka raportuar në vazhdimsi dhe ka informuar publikun për çdo ndalesë të mëhershme të vendosur nga AUV, ndërsa tash vendimi i fundit parashën ndalimin e plotë të produktit Aptamel pa dallim serie. Sot bën 81 vjet kur për herë të parë u shtyp gazeta në gjuhën shqipe Rilindja, e cila fillimisht ishte e përjavshme. Në materialin e radhës ndjekim përjetime nga disa ish-punonjës të gazetës Rilindja, të cilët me nostalgji kujtojnë kohën kur punonin atë. Sot bën 81 vjet kur për herë të parë u shtyp gazeta Rilindja në gjuhën shqipe, e cila fillimisht ishte e përjavshme. Numri i parë i gazetës u shtyp me 12 shkurt të vitit 1945 në Prizren, ku pas numrit të 60 gazeta filloi të shtypej edhe në Prishtinë. Gazeta së parë i shtypej si e përjavshme, nga qershori i vitit 1948 filloi të shtypej 2 herë në javë, kurse nga nëntori i vitit 1958 filloi të dalë si e përditshme. Redaktori i lajmeve në gazetën e dikurshme Rilindja, gazetari Esad Dujaka, thot se pavarësisht rrethanave të atyre kohërave jemi përpjekur të punojmë shumë. Ne punuam me atë stilin, me atë, si thonë, ka gjakotëna me diqysh me një kjefet, me ditë që mishi me u pjek, heli më s'mu t'jek. Dhe më thonë, me i rojt njështë, po shikus, dhe gjusit se shikus mu ka bo krejt. Edhe, kështë që nuk ka qenë e vështirë, nuk ka qenë e letë, për kodra si ka qenë vështirë, dhe thëtë, është desht me e thanë të vërtetën, mos bile në mes reshtëve. Gazetari Dujaka gjithashtu thot se kur nisi Rilindja nuk kishte televizion, prandaj informimi ishte shumë i rëndësishëm përmes gazetës. Aso kohë, kur ka nisi Rilindja s'ka pas televizion, Radio Prishtina po, mirë po pak kush ka pas radio vitet 50-60. Besa edhe rrymë s'kemi pas, edhe në malë sylit, dhe në 53. Dhe thot, me gjithate, unë kujtoj se ata njerëz entuziastë, që nuk kanë qenë gazetarët mirë filtru, sot që krynë shkollat e gazetarisë, ku ta di unë. Por me gjithate janë munduar me qatë gjuhën e tyre, me qatë fjalinë e tyre, të thonë se këtu ndodhe kjo, këtu ndodhe kjo, dhe me thonë, me informu. Dhe misioni i Rilindjes ka qenë me informu, shpejt, drejt që shëdon gazetare, dhe me ko. Ndërka që gazetari Jusuf Meqa, që aso kohë punonte me korrespondencë në gazetën Rilindja, thot se kjo gazet ishte një dritare hapur për shumë zhvillime në vend. Rilindja ishte gjithmonë kronik e kohës.
ata ka pasi primare. Do më thonë gjitha ngjarjet aktuale më u përfshi maksimalisht edhe ishim gazeta vetme në gjuhën shqipe. Prandaj e kriju një përvojë shumë të mirë të ballafaqu me realitetin në Kosovë. Prandaj mundem me thonë që Rilindja jo vetëm që ishte një shkollë e gazetarisë, po realisht edhe ishte një gazetë historike për atë periudhë, për shkak se gjitha ngjarjet janë regjistruar në gazetën Rilindja. Kujtojmë se me 5 shtator të vitit 1990, gazeta Rilindja u mbyll nga administrata pushtuesit serb. Gazeta rifilloi të botohej pas çlirimit të Kosovës në vitin 1990, por për shkak të keq menaxhimit, ajo pas një kohe u mbyll. Por a kishin menduar ndonjëherë gazetarët se në lirinë pas luftës Rilindja nuk do të ishte e përditshme? Kur nuk e kishin menduar. Pasi në edhe kohën e vështirë, në regimin serb, arritëm të mbajmë Rilindjen, të mbajmë fjallën e gjallë shqipe. Prandaj kemi besu që me çlirimin e Kosovës, gazeta do të ecë edhe matutje përpara, e kemi pas gjitha kushtet, mirë po ndodhi çka ndodhi, siç tha edhe Esati, u mbyll Rilindja me pretekst se përkohësisht do t'ja fillojnë pak ma vonë. Ajo pak ma vonë nuk ndodhi kurrë. Që 20 vjetë. Gazeta Rilindja e gjithë viteve të daljes ruhet në Arkivin Shtetëror të Kosovës dhe në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës, si dhe në biblioteka të tjera. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndohemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Një ditë pas formimit të kuvendit dhe votimit të qeverisë Kurti 3, pritshmëritë e qytetarëve për mandatin e ri qeverisës janë të mëdha. Mbeturina të shumta në disa pjesë të lumenjeve në Gjakovë. Ura në fshatin ose Pash vazhdon të jetë në gjendje as pak të mirë. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjeni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.